Kështu që në momentin kur pasaj gjykat nuk mund të jap këtë vetim. Se tani kjo ka hyrë në procedurat e përfundimit të procedurës dhe në këtë moment juridikisht edhe po të doj, unë mendoj që është e pamundur. Që ka mundet të bëjë është që ajo mund ta shpejtoj procedurat, mund të shpeshtoj seancat për të bërë në përfundimin e duhur. Kështu që për këtë pjesë unë kam kuptim sepse juridikisht është në rregull. Kjo gjykat ka mujt herët me i gjujt ata akuzat si të babaza me përfundu gjykimin, s'ka dash, nëse për kur që tjetër vetë procesin që më thonë ekonomik të vetë gjepit të tyre të përfitimit të vetë ati grupi dhe asaj gjykate, sepse ajo gjykat ku i kryjnë këto procese nuk do të jetoj mu, nuk do të ekzistoj mu. Prandaj ata du të gjojnë vende të reja vetit. Dhe prandaj po thëmë këtu s'mundet, por që ka mundet, dhe që kam i bidon. Kam i bidon sepse e thashtë me barë, ka dëshmu njerëz të cilët e kanë pas në plan të dorës gjendjen faktike dhe ajo që ka është ma esenciale për atë që ka vetëm 2 konkrament deklarata e Wesley Clarkit ku thot akta ku ai pyetet a qëndrojnë akta akuzat dhe ai thot akta akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj besoj që dëshmia dhe vendimi final dhe vretja e parë dhe e mram pra trupgjikues sepse ata nëse shkojnë kështu, ata nuk është problem që do të dënojnë luftën që kes. Edhe ma pak me personalisht hashim tha që nëse tjetrin, por ata në këtë formë dënojnë edhe luftën e NATO-s, e sidomos luftën amerikane, sepse nëse ju këshirni historikisht, Amerika e ka suksesin e vetëm të ndërhyrës së saj në shtetet që ka bërë dejtar. I vetëmi sukses përfunditar që ka bërë këshirë mirë Afganistanin, këshirë mirë gjitha, këshirë mirë Siri, këshirë gjitha. Vetëm në Kosovë e ka bërë sukseset dhe avarësia dhe liria e këtij vendi, e shtetit tonë, është e bërrinës bashku, kuptohet nuk që kënë, është finale, pra produkti final është vetë Kosova pa bërë shtet demokratik, e shpallur nga vetë po ai person që sot pa akuzohet, atëherë si kryeministër Hashim Thaçi.